Jam në plazhin e mrekullueshëm të Livatit, ku vi prej 15 vitesh. Më shqetëson tmerrsisht një situatë e cila po përkeqësohet vit pas viti në këtë plazh, që shumica vinë për të ndonjë rehat, është plazh familjar, me çmime të pranueshme për shtresën mesatare në Shqipëri, dhe pohoj sot me bindje, e kam vënë re edhe vitin e kaluar, që Livadhi është bërë po aq i shtrenjtë sa Dërmiu, sa Drimada, sa Palasi, janë të njëjta çmime. Janë të njëjta çmime që shikon tek të gjithë restorantet në menut e tyre, edhe tek hotelet me 5 syje që e justifikojnë me standardin e tyre. Janë po të njëjta çmime që shikojnë dhe ke ato restorantet më rrëzgjo me një kuzhinë clear. Janë po të njëjtat. Një omlet për shembull, do flas kështu popullorse siç di unë flas, do flas me lekë të vjetra që të kuptojmë nga të gjithë, kushton 6000 lekë të vjetra, një omlet. Kur në sezonin e kaluar mund të ketë qenë 2500, 3000 në këto çmime. Petullat, një petull, me tik petlla, e kupton? Një petull kushton 4000 lekë të vjetra. Pra, këtu nuk e shanse, kanë bërë dhe një marifet tjetër të gjithë këta mjeshtrat e këtyre zgëgjeve që i thonë hotele, se duan të arrin standardin e 2 hoteleve që normalisht e justifikojnë me investimin që kanë bërë, i kanë po njësoj çmimet e dhomave. Do më thënë, në një hotel zgëgje, që është zgëgje komplet, është 200-250 euro çmimi i dhomës. Pra, kanë luajtur mënç, me pak fjalë. Tani, le të luajnë mënç, po çfarë kemi ne, e kupton? Dhe ne pastaj hikim në Greqi, në Itali, sepse ato ofrojnë dhe një lloj standardi për pushuesin. Kurse këtu nuk ka asgjë. Vërtet nuk ka asgjë. Më vjen keq që do ta them që do e braktis Livadhin. Do e braktis Livadhin sepse nëse shteti, ministri nuk vë dorë, po vë vetëm dorë ke çmimi çadrave, që është standardizuar në 15000 lekë të vjetra, nuk vë dorë të kontrollojë çmimet e menus, që një drek në një restorant zgëgje të shkoj gjithë ato lek, kur ti mund të hash kudo, domethënë shkon në Itali, shkon në Greqi, se justifikon edhe me shërbimin atje, vjen buzëqesh kamarieri, e kupton? Dhe këtu ka përfunduar ai staf punonjësish që merr po njësoj, marrin po të njëjtat rroga, ë? Dhe kush pasurohen? Pasurohen këto që punojnë për 3 muaj. Këta oligarkët 3 mujor të Livadhit vjen shumë keq. Kur ta kuptoni ju se Ksamili e kuptoi me çmimet që i hypi Kacafiu, këtë vit është ul me këmbë në tokë Ksamili. Do e kuptoni dhe ju. Po ju nuk doni ta dini, ju jeni shtet mbi shtetin, e kuptoni, jeni një komsi komplet e çuditshme. Ju edhe njëri tjetrin nuk e doni. Ju e përflisni dhe nuk e doni, edhe ne nuk na doni. Kështu që unë nuk e kuptoj çfarë vim bëjmë ne. Flem lekët ke ju, pse? Pse kur unë këtë çmime paguaj diku jashtë, edhe jam më e kënaqur akoma. Më shijon se marr shërbimin, marr shumë gjëra, cilësinë e ushqimit, standardin, pastërtinë, marr çdo gjë. Më vjen shumë keq për Livadhin tim të dashur. Nëse shteti nuk vë dorë të kontrollojë çmimet e këtyre menuve që i bëjnë sipas qefit, edhe nuk tregojnë edhe kur vjen klienti, nuk kemi pse ne që punojmë nga 3-4 punë, fitojmë me djersën e ballit, të vim këto lekë t'i lëm këtu, po shkojmë i lëm diku tjetër, ku edhe na vlerësohet me një lloj mirënjohje, kurse këta e di si thonë, po desha hajde, po desha mos hajde, punë madhe. Nuk bëhet turizëm kështu. Nuk është turizëm ky. Nuk është turizëm, ndaj do t'i lutesha shumë inspektoriatit, dashur, të lutem, bëj një kontroll këtyre çmimeve, vini një çmim tavan për standarde të caktuara, që klienti ti që mund të paguaj më shumë, po paguan dhe standardin. Po s'mund të paguaj njësoj, si ke rrëzgjoja, që të vinë të hanë mizat, edhe ke hoteli me standarde me besu. Nuk mund të paguaj njësoj. Faleminderit, kaq kisha për t'ju thënë. S'para i bëj këto video, po vërtet jam shumë e shqetësuar.